For the next 2 Sundays or so, Për 2 diela të vazhdim ose edhe më tepër, the Lord has put a very big subject on my heart, Zoti ka vendosur një tematik vërtet madhe në zemrën time and I just want to be obedient to Him. dhe dua të jemi bindur ndaj tij. And we'll be traveling around the entire Bible Do të udhtojmë gjatë gjithë Biblës, and pulling text about our subject. duke nxjerr shkrime nga tematika jonë. These messages will be more in the form of lessons than they are sermons, Këto mesazhe të jenë më tepër në formën e një leksioni sesa të një mesazhi, but it will all be from the Word of God. por do të jenë nga fjala e Perëndis. And so thank God for the Word of God. Pra falenderojmë Zotin për fjalën e Perëndis. Here's my subject: Ja tek është tematika ime, offerings that are worth writing down. ofrime që vlen të shënohen. And so we're going to be talking about tithing and giving. Pra do të flasim për të dhjetën dhe të dhënin, ose ofertën. But not just that only, so don't cut me off quickly. Por jo vetëm për këtë, kështu që mos më ndërprisni kaq shpejt. As a preacher who has preached pretty much around all of the world now, Si predikues që ka predikuar gati në gjithë botën tani, I know the quickest way to kill the mood in a church service e di se mënyra më e mirë për të shkatruar humorin në një shërbes kishe is to preach about giving. është që të predikosh për të dhënin. But it just happens to be one of the best subjects to preach on, Por ndodh që është një ndër tematikat më të mira për të predikuar and one of my favorites. dhe një ndër të preferuarat e mia. One of the secret joys of the Christian life Një ndër gëzimet e fsheta të një jete krishtere is learning how to give. është të mësojmë se si të japim. Many people get very nervous or apologetic when they preach on giving. Shumë njerëz bëhen nervoz ose çfarë ishte kjo? Apologetic, they apologize a lot. Ose që kërkojnë falje më së tepër kur vin fjala tek të dhënit, But it should not be that way. por s'duhet jetë shumë. I heard one preacher give the title of his message one time Ka ndëgjuar një predikues që i vendosi titullin e mesazhit when he was preaching on the subject of giving. kur po predikonte mbi mesazhin e të dhënit, And it was, what is God's money doing in your pocket? dhe ishte çfarë bën paratë e Zotit në xhepin tuaj. That's a very interesting title. Një titull vërtet interesant. Now, the Bible oh, there it is right there. Look at there. Ja tek e kemi edhe këtu. All right. Now, the Bible tells us in Malachi chapter number 3, Atëherë Bibla thot tek Malakia kapitulli numër 3, it says, "Will a man rob God? Yet ye have robbed me, but ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offerings." të grabis një njeri Perëndin, e megjithatë ju më keni grabitur. Por ju thoni, ku të kemi grabitur? Në të dhjetat dhe ofrimet. Hey, skip down to verse number 10. Dhe le të kalojmë në vargun numër 10. The Bible says, "Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be enough room to receive it." Sillni të gjitha të dhjetat në depo që të ketë ushqim në shtëpinë time. Dhe më vini në provë tani me këtë, thot Zoti i ushtrive. Po nuk japa për ju dritarët e qiellit e t'ju derdh një bekim sa të mos ketë mjaftoshëm vend ku ta vini. And so that is very wonderful this morning. Pra kjo është vërtet e mrekullueshme këtë mëngjes. Will a man rob God? A do të grabisë një njeri Perëndin? How is that possible? Si është e mundur kjo? Well, God says here in verse number 8, in tithes and offerings. Tani Bibla thot në vargun numër 8 në të dhjetat dhe ofrimet. But he says that if you prove me with your giving, Por thoj që nëse më provoni me të dhënin tuaj, then he shall open all the windows of heaven ai do të hapi çdo dritare të qiellit and pour out a blessing that is so big dhe të derdh një bekim aq të madh that there will not even be enough room to receive it. sa nuk do të ketë mjaftueshëm vend ku ta vini. Now, I'm not going to lock all the doors this morning Tani unë nuk do të mbyll të gjitha dyert sot and tell us that we have to take up 50,000 euros. dhe t'ju them që All right? duhet të nxjerrim 50.000 euro. And so don't get nervous. Kështu të mos u nervozoni. Now, if you don't get that joke, then don't worry about it. Nëse se kuptoni këtë shaka, s'ka problem. But I want to go ahead and ruin this series for you Por do ta prish të seri për ju and tell you that I've heard people say dhe t'ju them se kam dëgjuar njerëz që thonë that giving and tithing started in the Old Testament. se i dhëni të dhjetës ka filluar në dhjetën e vjetër And this is Old Testament doctrine. dhe se është doktrinë e dhjetës së And vjetër. this is an Old Testament principle. Dhe është një princip i dhjetës së vjetër. And you're right, it is. Dhe keni të drejtë, është e vërtetë, But you can find it also throughout the New Testament. por mund ta gjejni ashtu edhe në dhjetën e re, But breathing also started in the Old Testament. por dhe
breathing. dhe të frymuarit kanë qenë në vjetën e re, And we're not going to stop breathing, are we? dhe ne nuk do ndalojmë se marrim frym. And so God gave the children of Israel an assignment Pra Zoti i dha fëmijët e Izraelit një detyrë. in the New Testament several times to give. Në vjetën e re shumë herë duke ja dhënë. And we're going to talk about that. Dhe do flasim për ta. But anytime you see giving in the New Testament, Por gjë që shikoni që i jepet në vjetën e re, it is not a certain percent. nuk është një përqindje e caktuar. They give everything. Japin gjithçka, They give all that they have. japin gjithçka që kanë. I'm not here this morning trying to take your money. Si jam këtu të mëngjes ju them t'ju marr parat. Most of you have been in here for a long time, Shumica prej jush kanë qenë këtu për shumë kohë, and some of you since the very beginning. disa prej jush që prej fillimit fare. And you know that I have not preached on giving, but maybe 2 or 3 times Dhe dinë që nuk kam predikuar për të dhënë gati as 2-3 herë, domethënë. since we started the church. Që kemi filluar hapur kishën, But we all need to understand por të gjithë do të kuptojmë that what has been given to us this morning. se çfarë na jepet të mëngjes. The Bible says that it is more blessed to give than it is to receive. Bibla thotë se është më tepër bekim të japim se sa të marrim. Acts chapter number 20. Vepra 20 It says, I have showed you all things, how that so you're laboring, you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Me të gjitha ju dëftova se si duke u munduar kështu duhet të përkrani të doptit e të kujtoni fjalët e Zotit Jezus, si ai tha, është më tepër bekim të japër se sa të marrësh. Now, I personally have been on both ends Tani personalisht kam qenë në të dy këto kahe, of the giving or the receiving. të dhënit ose të marrit. And I honestly can say this morning before God Dhe sinqerisht mund të them të mëngjes përpara Perëndis that I enjoy the giving more than the receiving. se kam shjuar më tepër të dhënit se sa të marrin. Every Christian should pray Çdo krishter duhet të lutet and to work in their heart dhe të punojë në zemrën e tij ose të saj, to where giving is natural and easy, ku i dhënit jetë natyral, i thjesht, almost to where it's something automatic. gati si diçka e natyrshme, automatike. We need to have it worked out in our own minds and hearts Duhet ta përpunojnë në zemër dhe në mendjen tonë, to where it is enjoyable to give. ku të jetë e gëzueshme për të dhënë. The Bible says in 2 Corinthians Bibla thotë tek 2 Korintasve and chapter 9, dhe kapitulli numër 9, but this I say, he which sowing sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. por them këtë, ai që mbjell me kursim, edhe do të korrë me kursim, dhe ai që mbjell me bujari, edhe do të korrë me bujari. Now every man according to as he is purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, but God loveth a cheerful giver. Çdo njeri sipas asaj që ka vënë qëllim në zemrën e vet, ashtu të japi, jo me idhërim, as nga domosdoshmëria, sepse Perdia e do një dhënës zemërgëzuar. Now watch this morning. Tani shikoni këtë mëngjes. God loves a cheerful giver. Sorry. God loves a cheerful giver. Zoti dëshiron një dhënës të gëzueshëm, But not just in the offering box. por jo vetëm në kutinë e ofertës. What about the mother who is struggling to get something for her kids? Po ajo nën që ka vështirësi që t'jap diçka për fëmijët e saj. Maybe there is a widow who is trying hard to raise her children Ndoshta është një e veç që po përpiqej që të rrisë fëmijët and cannot pay her bills. dhe s'mund të paguaj faturat. Maybe the student is struggling to pay for school Ose një student që ka vështirësi të paguajë shkollën and cannot get the things that they need to complete school. dhe s'mund të blejë gjëra që i duhen për të përfunduar shkollën, Maybe hearing about a family who cannot afford to put tires on their vehicle, ose duhet dëgjuar për një familje që nuk përballon dot vendosi goma tek makina, but if they don't change them soon, por nëse nuk i ndrojnë së shpejti, then they may be risking their lives driving that car. mund të rrezikojnë jetën duke ecur me atë makinë. We're talking about giving without being expected to. Po flasim për të dhënë pa pritur diçka në këmbim. Giving without being asked to give. Një të dhënë pa na u kërkuar, Giving without the thought of receiving anything from anybody. të japim pa të mendim që do të marrim nga dikush tjetër. It's just so good not to be selfish Është aq mirë të mos jemi egoist and to be tight with our money. dhe të jemi të lidhur pas parave tona. I understand with some people this morning, E kuptoj kur disa njerëz të mëngjes the desire to give ka dëshim për dhënë, does not match the ability to give. nuk matet me atë që kanë për të dhënë. All right? You have a great desire to give, but maybe you don't have the ability. Ke një dëshirë vërtet të madhe për të dhënë, por nuk i keni aq të mëdha ato mundësi. Some have the resources and great finances to give generously.
Disa kanë ato financa që t'japin në mënyrë të madhe, but they are tight in their spirit, por janë të lidhur në frym and therefore they are tight in their hand dhe në dorë with their money. me paratë e tyre. Some have an open heart Disa kanë një zemër të hapur and a very generous spirit, dhe një shpirt vërtet zemërgjer, but they simply don't have the resources to give. por nuk kanë ato burime për të dhënë. They wish they could, Kanë dëshirë që të kishin, but they literally cannot give what they don't have. por literalisht nuk mund t'japin atë çka nuk kanë. It is more important this morning Dhe është më e rëndësishme atë mëngjes to have the desire të kemi dëshirën without the money pa paratë, than to have the money without the se sa të desire. kemi paratë dhe jo dëshirën. I've never watched what anyone is given. Nuk kam parë asnjëherë çfarë dikush jep. I know there are people in here that do give. E di që janë njerëz këtu që japin And you must understand that you're not giving to me. dhe duhet të kuptoni që nuk po më jepni I mua. don't take $1 from this box here. Unë s'marr asnjë dollar nga kjo kutia, All right? Or you're not giving necessarily to the church, ose nuk jepni domosdoshmërisht kishës, but you are giving to the work of God. për punës së Perëndisë. But our Lord is keeping record of our giving. Por Zoti ynë mban shënim se çfarë ne japim. And I believe this morning. Dhe unë e besoj këtë mëngjes, Not just what we give, jo në çfarë japim, but what we would give por edhe çfarë do t'i jepnim. if we had the ability to give it. Nëse do të kishim mundësinë për të dhënë. The Bible says in 1 Samuel chapter 16, Bibla thotë në 1 Samueli 16, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. sepse Zoti nuk shikon si shikon njeriu, njeriu shikon pamjen kurse Zoti shikon zemrën. And so the Lord sees beyond the offering box. Pra Zoti shkon përtej kutisë së ofertës. He sees the heart behind the gift. Shikon zemrën pas atij që jep. Is everybody okay this morning? A jeni të gjithë në rregull me këtë? All right. He knows what we would give. E di se çfarë ne do donim të jepnim Have we been able to give it? dhe a kemi patur mundësi që ta japim And this is what I personally believe. dhe këtë besoj personalisht. And I believe I could prove it with the Bible if you gave me time. Dhe besoj se mund ta provoj dhe me Biblën nëse më jepni kohë. I believe that God just adds to what we gave Besoj se Zoti i shton asaj çka ne japim because of our desire to give more, për shkak të dëshirës tonë për dhënë më tepër. as if we had given it. Sigur ne do ta kishim dhënë. He knows what your heart is this morning. E di se ku ndodhet zemra juaj këtë mëngjes. And now there are things that we are commanded to give in the Bible. Dhe tani janë gjëra që ne jemi të komanduar të japim Bibël. And this part it does not even need to be prayed about. Dhe kjo pjesë nuk ka nevojë për lutje. And we'll talk about these things later. Dhe do të flasim lidhje me këto gjëra dhe më vonë. But there's another part that is an offering to the Lord Po është një pjesë tjetër që është një ofertë ndaj Perëndisë, that is given out of the heart. që është dhënë nga zemra. And we're going to talk about both of these. Dhe do të flasim për të dyja këto. The Lord sat by the treasury in the temple. Zoti ulet në kratë të thesarit në tempull And he took note of how people gave. dhe mban shënim se çfarë njerëz i jepnin. And I'll be honest, I believe the Lord still sits by the treasury Dhe të jemi sinqert, unë ende mendoj se Zoti ulet në kratë të thesarit and takes note on how people give. dhe mban shënim se si njerëz i japin. Let's turn to our first portion of scripture this morning. Le të kthejmë në pjesën tjetër të shkrimit këtë mëngjes. Mark chapter number 12. Marku 12. I want you to see something very wonderful. Do të shkojmë diçka vërtet mrekullueshme. Mark chapter 12, verse 41. Marku 12, 41. Yes. Vargu 21. We're going to turn to a few places this morning, all right? Do të kalojmë disa vende ndryshme në Bibël. Now, if the person next to you can't find it, help them find it. Nëse personi i gjetur me ju se e gjen dot, ndihmojeni. Mark Atëherë faqja 54 nga fundi i Biblës. All right. Sorry. Mark chapter 12 and verse 41. Marku 12, vargu 41. The Bible says, and Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury, and many that were rich cast in much. Dhe Jezusi ul përballë arkës së thesarit dhe vërente se si njerëzit hidhin aty para, shumë të pasur hidhin shumë. And there came a certain poor widow, and she threw in 2 mites, which make a farthing. Erdhi një ve e varfër dhe hodhi 2 monedha të vogla, domethënë një kuadrant. And he called unto him his disciples, and saith unto them, verily I say unto you, that this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury. Dhe Jezusi i thiri dishepujt e vet pranë vetes dhe u tha atyre: Ju them në të vërtetë se kjo e ve e varfër ka ardhur në thesar më shumë se të gjithë të tjerët. For all they did cast in of their abundance, but she of her want did cast in all that she had, even all her living.
Sepse të gjithë hodhën aty nga teprica e tyre. Kurse ajo me skamjen e vet hodhi gjithë sa kishte, madje gjithçka kishte për të jetuar. Now Jesus sat there next to the treasury, Tani Jezusi ulet aty afër me thesarin and he watched how the people put money in. dhe shikonte se si njerëzit jepnin para. There were many there that were rich people, Ishin shumë atje të pasur and the Bible says that they put in much. dhe Bibla thoshte se ata jepnin vërtet shumë, But there was a widow that was there that came by, por një ve e varfër që shkoi atje and the Bible says that she gave out of her want, dhe Bibla thotë se ajo dha më pak nga çdo që t'jepte. which is her desire to give. Që ishte dëshira e saj për të dhënë. Not giving because they feel like they need to give, Jo të jepte sepse ndjente se ishte nevoja për të dhënë, but giving out of the abundance of her heart. por aq sa zemra e saj kishte mundësi. And she took what I calculated to be about 100 lek today. Dhe dha nga çfarë kalkulohet jetë 100 lekë sot, One 100 lek coin. një 100, One zero zero, yes. 1000 lekë të vjetra All domethënë. right. The Bible says that she gave all that she had. Bibla tha se ajo dha gjithçka që kishte. We believe the Bible. Ne besojmë Biblën. Everything she had was 100 lek. Çdo gjë që ajo kishte ishte 1000 lekë të vjetra. The rich came and they put in gold and silver and precious things. Të pasurit erdhën duke dhënë argjend, gjëra të shmuara. And the Bible says that they gave much. Dhe Bibla tha se ata dhanë vërtet shumë, But the Bible says that this widow, por Bibla thotë se kjo e ve with her 100 lek piece, me atë 1000 lekëshin e saj she gave more than all the rest. dha më tepër nga të gjithë të tjerë. Now, how is that possible? Tani si ka mundësi kjo? The Bible says they gave out of their abundance. Bibla thotë se ata dha nga tepricat e tyre, They had a big pile of money over here. kishin tu plot para, And they said, I can do without this. thanë nga kaq pak mund t'ja dalim. And they threw in of their abundance. Dhe hodhën nga tepricat e tyre. At home, they had mountains of money. Në shtëpi kishin male me pikë parash, And they gave a piece of it just Dhe- so they could see that they were giving. një pjesë të vogël që dukej që po jepnin. It did not hurt them to give what they gave. Nuk i lëndoi që t'jepnin atë çka dhanë, But this widow, por kjo e ve she took all that she had mori gjithçka që kishte and she put it in. dhe vendosi atje. Jesus pulls the disciples over Jezusi thiri dishepujt and he said, look, she has put in more than all the rest. dhe tha, shikoni, ajo ka vendosur më tepër nga gjithë pjesa tjetër. Did she actually do that? A e bëri vërtet këtë? No, she didn't. Jo, nuk e bëri. But I can tell you that Jesus was not looking at the amount. Por mund t'ju them se Jezusi nuk po shkonte shumën, He was looking at the heart. por zemrën. And he saw her heart behind the gift that she gave. Dhe pas zemrën pas dhuratës që ja dha, Jesus is God. Jezusi është Zoti. He knew what she had. Ai e dinte se çfarë kishte ajo And because he knew, he was able to tell us that she gave all. dhe për shkak se ai e dinte, kishte mundësi na thoshte se ajo dha gjithçka. But he also knew that if she had more, Por ai dinte se dhe po të kishte më tepër ajo, what she would have done with it. çfarë do të kishte bërë me të? Amen this morning, all right? Amen sot. It's quiet, but it's okay. Sorry. It's quiet here, but it's Është qetësi këtu, por është mirë. we do not have to be seen of people what we give. Nuk duhet që ti tregojmë njerëzve çfarë japim, We do not have to come up here and blow a trumpet and say, look how much I gave ose të today. vinë tu sipër të luajmë në trompetë dhe të themi shko sa dha sot. The Bible tells us that's what the Pharisees do. Zoti, më falni, Bibla na thotë se kjo është çfarë farisejt bëjnë. Now let me say this morning. Më lejnë t'ju them të mëngjes, If that is what you like to do, nëse është kjo çfarë pëlqen të bëni, then that reward will be you receiving the looks from the people, atëherë ky çmim për ju do të jetë që të merrni lëvdata nga njerëzit, not a reward from the Lord. jo një çmim ose beki nga Perëndia. And all of those looks is a very cheap reward Dhe të gjitha këto sy që do t'ju shohin janë bekime të vogla, than what the Lord can reward you with. nga ajo çka Zoti mund t'ju dhurojë vërtet. The best giving is when you give Dhurimi i mirë është kur ju jepni and no one can figure out who gave it. dhe askush nuk e vren dot se kush dha. But we should desire that the Lord would be pleased with what we give Por duhet të dëshirojmë që të gëzojmë Zotin me atë çka japim and that He will record it down. dhe se do ta regjistrojë. There are several times in the Bible that God does exactly that. Shpesh në Bibël Zoti bën këtë. There are times when the people of God, Ka kohë ku njerëzit e Zotit they rose up and they gave in such a way ngrihen dhe japin në një mënyrë të tillë that it was far beyond what they were expected to give. që është mbi atë që ata prisin që t'jepnin. And it impressed God.
dhe i jepte përshtypje Zotit. And there are a few times when God not only takes record, Dhe janë disa raste ku Zoti mban shënim, but he makes that record public for all to see. por e bën këtë shënim publik për gjithë që ta shkojnë, And not just in that time, dhe jo vetëm në atë kohë, but it's recorded here in the Bible por regjistrohet këtu në Bibël, to where we can read about it today. ku mund të lexojmë dhe sot. It's one thing for God to take a record in heaven of something Është një gjë për Zotin që të mbajë shënim diçka në parajs, where only he can see it. ku vetëm ai mund ta But shkojë, it's a completely different thing when God puts that record in the Bible for all to por see. plotësisht ndryshe që ai ta vendosi në Bibël që të gjithë të mund ta shikojnë. These things impress God so much that he wrote them down. Këto gjëra e impresionin vërtet Zotin sa i shkruajti, Not because he would forget, jo për shkak se do t'i haronte, but because he wants the people of God to read about these things. por për shkak se ai dëshironte që njerëzit e Perëndis t'i lexonin këto. Offerings to be worth writing down. Ofrime që vlen të shënohen. We should desire to be that type of giver. Duhet të dëshirojmë të jemi ajo tipologji e të dhënurit, Not just in the amount, but in the spirit jo në shumë, por në shpirt and the heart of it. dhe në zemrën. And so much that it earns the attention of heaven. Ai shumë sa të marrin vëmendjen e parajsës, And God says, that right there, dhe Zoti thotë ai atje, that's worth writing down. ai meriton që të shkruhet, All mbas shënim. right. Turn your Bibles now to the book of Exodus, chapter 36. Le të shojmë tek Eksodi 36, 36. 36, yes. Exodus. Exodus 36 and verse number 3. Eksodi 36, 3, Eksodi. We'll try Where? to work through this quickly, all right? Do të përpiqemi të ecim shpejt e kjo. 36. Exodus chapter, Exodus chapter 36. Faqja 95 nga fillimi i Biblës. 95 nga fillimi, jo nga fundi. And verse number 3. Dhe vargu numër 3. The Bible says, and they received of Moses all the offering which the children of Israel had brought for the work of the service of the sanctuary, to make it withal. And they brought yet unto him free offerings every morning. Dhe ata morën nga Mojsiu të gjitha ofertat e sjella nga biti i Izraelit për punimet për ndërtimin e shenjtërores dhe kryerin e tyre. Por çdo mëngjes biti i Izraelit vazhdojnë të sillnin Mojsiut oferta vullnetare. And all the wise men that wrought all the work of the sanctuary came every man from his work which they made. Atëherë të gjithë njerëzit e aftë që kryenin punime të çfarëdo lloji në shenjtërore, duke lënë secili punën që bënte, erdhën. And they spake unto the Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work, which the Lord commanded to make. Dhe i folën Mojsiu duke thënë, populli po sjell shumë më tepër nga sa nevojitet, për të kryer punimet që Zoti ka urdhëruar të bëhen. And Moses gave commandment and then caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. Atëherë Mojsiu dha këtë urdhër që u shpall në përkam duke thënë, asnjë burr dhe asnjë grua të mos bëjë më ndonjë ofertë për shenjtëroren, kështu e ndaluan popullin të sillte tjetër material. For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much. Sepse materiali që kishin mjaftonte për të gjitha punimet që kishin për të bërë, madje të pronta. Now this may be the first offering ever recorded in the Bible Kjo mund të jetë oferta e parë e regjistruar në Bibël, that was collected. që ishte mbledhur. It sets the bar really high. E vendos Yes. efektin shumë lart. It sets the goal or E vendos objektivin shumë lart, standard. ose standardin shumë lart. Right? Po më binde. The people brought much offering to the Lord. Njerëzit sollën më tepër ofertë tek Zoti, And the Bible says here in verse number 5 dhe Bibla thotë tu në vargu numër 5, that they brought much more than enough for the work. sollën shumë më tepër se mjaftueshëm për punën. Later in our reading, Më pas në leximin tonë, the Bible says that the people were restrained from bringing more. Bibla thotë se njerëzit u detyruan që të mos sillnin më, And that it says that what they gave was so sufficient. dhe thuhet se çfarë tani ishte aq mjaftueshëm And it was too much. sa do të pronte vërtet shumë. That is an offering that is worth writing down. Kjo është një ofertë që vlerësohet për të shkruar. I don't know that any of us have ever seen an offering like that. Nuk besoj se ndokush prej nesh ka parë një ofertë të tillë. It was an offering that was so big Ishte një ofertë kaq e madhe that when there was time to
take another offering, Sta kur ishte kohë për të marrë një ofertë tjetër, we say that we're not going to take an offering today themi se nuk do të marrim ofertë sot, because we already have much more money than we know what to do with. sepse kemi aq shumë para sa as dim çfarë do të bëjmë me The ato. offering was too much. Oferta ishte aq shumë, This was a miracle offering. kjo ishte një ofertë mrekullie, But what made it a miracle offering? por çfarë e bëri një ofertë mrekullie? The size of it. Madhësia e saj. If you read through the chapter here, Nëse do të lexojmë gjatë kapitullit këtu, you will read about all the things that they gave. do të lexoni mbi gjithë gjërat që ata dhanë. It has been estimated that everything that they gave Është për llogaritur që çdo gjë që ata dhanë was worth close to 50 million euros. ishte gati 50 milion euro. There had never been an offering such of this size. Sa nuk është dhënë asnjë një ofertë me një matësi kaq të madhe. The Bible says here that they brought it every morning. Bibla thotë që ata sillnin çdo mëngjes, And they brought more and more dhe and sillnin more. më tepër, më tepër e më tepër. So much that Moses had to finally say, no more. Aq shumë sa Mojsiu duhet të thoshte jo më. It's too much. Është shumë. Now, what else made this offering worth writing down? Çfarë tjetër e bëri këtë ofertë që të shkruaj? The sacrifice of it. Sakrifica e saj. These were not millionaires. Ta nuk ishin milioner, These were ex-slaves. por ish skllav. You know what happened earlier in the book of Ju e Exodus? dini se çfarë ndodhi më parë në librin e Eksodit. We know that Israel had been kept in captivity for over 400 years Ne e dim që Izraeli ishte mbatur skllav për 400 vite. for the wages that slaves make. Për pagesën që sklavërit marrin, They didn't have good paying jobs or a continuing income. nuk kishin punë me pak të mirë ose të vazhdueshme, They did not have a bank with a savings nuk kishin kursime në bank when they needed money. kur I duheshin parat. Instead of taking what little they had and keeping it for themselves, Në vend që të merrin ato aq pak sa fitonin, they said, we're just going to trust God and give it. thoshin që t'i besojnë Perëndis dhe do t'i japin. This was a sacrificial offering. Kjo ishte një ofertë sakrifikuese. What else made it worth Çfarë writing down? tjetër e bënte që të ishte me vlerë? The spirit behind it. Shpirti pas saj. We have to look back at chapter number 35. Duhet të shtojmë në kapitullin 35. I have these verses up here for you. I kanë këto vargje këtu sipër për ju. Verse 5 of chapter 35. Vargu 5 I kapitullit 35. Says, whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord. Kushdo që ka zemër bujare do t'i çojë një ofertë Zotit. Verse 21. Vargu 21. And they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom spirit made willing, and they brought the Lord's offering. Kështu tërë ata që ishin të shtyrë nga zemra e tyre dhe tërë ata që ishin të shtyrë nga fryma e tyre erdhën për t'i sjellë ofertën e tyre e Zotit. Verse 22. Vargu 22. And they came, both men and women, as many as were willing-hearted. Erdhën burra dhe gra, ata që kishin zemër bujare. And verse 29. Dhe vargu 29. The children of Israel brought a willing offering unto the Lord. Të gjithë bijtë e Izraelit burra e gra që ishin të shtyrë nga zemra për t'i çuar diçka për tërë veprën që Zoti. Notice that no one was complaining about the money that was being talked about. Nëse mund të vëreni që askush nuk po ankohet për paratë që po fliteshin aty, No one was accusing anyone of always talking about money. askush nuk po akuzonte ndonjë që fliste tërkohën për para, No one was complaining about the offering that was being received. askush nuk po ankohej për ofertën që po merrej. The spirit behind it of the offering was a willing heart. Fryma pas ofertës ishte një zemër me vullnet për të dhënë. God would rather someone give with a cheerful heart Zoti dëshiron më tepër dikë që t'japi me një zemër të gëzuar, than to give with a bitter heart. se sta me një zemër të idhëruar. All right. What else made the offering worth writing down? Çfarë tjetër e bëri ofertën që të mbaj shënim? The supply of it. Furnizimi I saj. It was enough to build the tabernacle. Ishte mjaftueshëm për të ndërtuar shtëtorë, They didn't have to take a loan. sa nuk duhet merrni një kredi They did not have to sell some things. ose të shisnin gjëra They did not have to have a fundraiser. ose të kishin një dikë që të ngrinte të kërkonte para. Yes. They did not have to talk to people outside of the church Ose dikë që të jashtë kishës to give them some money for them to make donations. për t'i dhënë para që të bëjnë donacione. It was enough and it was too much. Ishte mjaftueshëm dhe më tepër. Now turn your Bibles to 1 Chronicles, Tani ne të shkojmë tek 1 Kronikat, chapter number 22. kapitulli 22. First Chronicles chapter number 22. Faqja 429 nga fillimi I Biblës. 429 për vargu. And verse number 14. 430 430 më saktë. 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 430 më saktë.
13, 14. 14, vargu 14. Yes. All right. The Bible says, "Now behold, in my trouble, I have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, and 1,000 talents of silver, and of brass and iron without weight. For it is in abundance. Timber also in the stone have I prepared, and thou mayest add thereto." Biblia thot, ja, unë jam prekupuar të përgatis për shtëpinë e Zotit 100.000 talenta ari, 1.000.000 talenta argjendi dhe një sasi të tillë bronzi dhe hekuri sa nuk peshohet dot. Kam përgatitur gjithashtu lëndë druri dhe gur dhe ti mund t'i shtosh edhe më. "Moreover, there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work." Përveç kësaj keme vete shumë punëtor, gdhendës, punëtor të guri dhe të druri dhe çdo lloj teknikësh për çfarë do lloj punimi. Watch verse 16. Shikoni vargun 16. "Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore and be doing, and the Lord be with thee." Ka një sasi të pallogaritshme ari, argjendi, bronzi dhe hekuri. Ço, pra, dhe futju punës, dhe Zoti qoftë me ty. Turn a few chapters over to chapter number 29. Pastaj le të shkojmë në kapitullin 29, Look at verse number 2. le të shkojmë vargu numër 2. All right. Chapter 29 and verse 2. Kapitulli 29 dhe vargu numër 2. Bible says, "Now I have prepared with all my might for the house of God, for the gold, the things to be made of gold, the silver to be made of things of silver, and the brass for the things of brass, the iron the things of iron, and the wood of the things of wood. Onyx stones and stones to be set, glistening stones and of divers colors, and all manner of precious stones and marble stones in abundance." Me të gjitha mundësitë e mia kam përgatitur për shtëpinë e Perëndis tim ar për sende prej ari, argjend për sende prej argjendi, bronz për sende prej bronzi, hekur për sende prej hekuri, dru për sende prej druri, gur oniksi dhe gur për tu ngjallmuar, gur brillanti dhe me ngjyra të ndryshme, lloj gurësh të shmuar dhe mermer në një sasi të madhe. Now watch this first part in verse 3. Tani shohim pjesën e parë të vargu numër 3. "Moreover, because I have set my affection to the house of my God." Përveç kësaj duke qenë se kam vendosur dashurinë time mbi shtëpinë e Perëndis Do you tim. see the desire there? A e shikoni atë dëshirë atje? All right. "I have of mine own proper good and of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house." Where? The last part of verse number 3. Përveç asaj që kam përgatitur për shtëpinë e shenjtërore, si dhuroj shtëpisë së Perëndis tim thesarin tim personal për ari dhe argjendi. All right. "Even 3,000 talents of gold, and of the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver, to overlay that the walls withal." 3.000 talenta ari nga ari i Ofirit dhe 7.000 talenta argjendi të kulluar për të veshur muret e shenjtërores. Now, none of that probably made a lot of sense to you. Tani asnjë aktor nuk është se e bën kuptim. King David had a great desire to build a house for the Lord. Breti David kishte një dëshirë të madhe të ndërtonte një shtëpi për Perëndin. David lived in a big palace. David jeton në një pallat të madh And the presence of God was still dwelling in a tent in Israel. dhe prezenca e Zotit ishte në një tent në Izrael. Israel at this time Izraeli gjatë kësaj kohe was not a wandering people anymore. nuk ishte njerëz të shpëndar më. All right. David asked the Lord if he can build God's house. David i kërkoi Zotin se mund ndërtonte shtëpinë e Perëndis And God tells him that he wanted Solomon, his son, to build the house. dhe Zoti tha që donte Salomonin, birin e tij që ta bënte këtë. He desired to do something great for the Lord Dëshironte të bënte diçka të madhe për Zotin and build him a house. dhe të ndërtonte një shtëpi, But God said thanks, but no thanks. por Zoti tha faleminderit, por jo faleminderit. And there are reasons behind that we'll not preach on Dhe today. ka arsye për këtë që nuk do t'i predikojmë sot. But that did not stop David. Por kjo nuk e ndaloi Davidin. David said, "Lord, if you won't let me build the house, David tha, Zot, nëse nuk më lejon të ndërtoj një shtëpi, will you at least let me pay for it?" të paktën a do të më lejosh që të paguaj për të? And David gave an offering to the house Dhe Davidi dha një ofertë për shtëpinë that he would never even see. që nuk do ta shikonte asnjëherë. He took and gave out of the royal treasury. Dha nga thesarin mbretërore, And then he said, "I think I'm going to give out of my personal treasury." dhe tha se do t'jap dhe nga thesaret e mia personale. What an amazing offering. Çfarë oferte mrekullueshme. What made it so amazing was the size of it. Do të bënte
madhësinë e saj kaq të mrekullueshme. The offering that the children of Israel gave that we just talked about. Oferta që bijtë e Izraelit dhanë dhe që ne folëm për to, That was such a great offering. ishte një ofertë aq e madhe, But now one man has given more than the entire nation. por tani një njeri dha më tepër nga gjithë kombi. It is estimated that this offering Ishte përllogaritur që kjo ofertë was worth over 800 million euros. ishte më tepër se 800 milion euro. It was nearly 17 times the size of the offering from Israel. 17 herë më e madhe se oferta e Izraelit. The sacrifice of it. Sakrifica e saj, We know that David was a king. ne njohim se Davidi ishte mbret, We know that he was a little wealthy because he was a king. e dinë se ishte pak i pasur për shkak se ishte mbret. But that amount of money Por ajo sasi parash is enough to hurt anyone's wallet. është mjaftëshëm për të lënduar portofolin e gjithkujt. But David's mindset was that my Lord is worthy of this. Por mendja e Davidit ishte e tillë se Zoti i meriton të gjithë këtë. Most of the time when we give, Shumicën e kohës kur ne japim, we measure our giving ne masim të dhënin ton by how much we give. me aq sa japim, But maybe we should measure our giving por ndoshta duhet të masim të dhënin ton by how much we have left over. me sa na ka mbetur. The spirit behind it. Shpirti pasaj. Let's be reminded that David is going to build a temple Le të kujtojmë se David do ndërtonte një tempull that he will never even worship in. që nuk do të adhuronte asnjëherë atje, He's not giving to something that he will directly benefit from. nuk do të jetë për diçka që do të merrte benefite drejt për drejt. He's literally giving towards the kingdom of God. Literalisht po jetë drejt mbretërisë së Perëndis. Do we give because of what we will benefit from it? A japim për shkak të asaj të mirë që do të marrim në këmbim, Or do we give out of the pure heart and a desire towards God? apo zemrës së pastër dhe dëshirës ndaj Perëndis? This is what happens when we give to a missionary. Ja se çfarë ndodh kur japim një misionari. We are not looking to receive anything or to benefit from it physically. Nuk po presim të marrim një të mirë ose diçka fizike, It is given simply to further the kingdom of God. jepet për të ndërtuar mbretërinë e Perëndis. And that is what's happening here. Dhe ja se çfarë po ndodh këtu. You know that a person's spirit is right E ndinë se shpirti i një njeriu është mirë when they can give an offering of this type, kur japi një ofertë të kësaj tipologjie, knowing that they'll never physically benefit anything from it. duke ditur se do të marrë asgjë të fizike prej saj, The supply of it. furnizimin e saj. If we travel over to the book of 2 Chronicles, Nëse u them tek libri 2 Kronikave, we will read this. do të lexojmë këtë. Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all the instruments, put he among the treasures of the house of God. Kështu përfundua tërë puna që Salomoni kishte urdhëruar për shtëpinë e Zotit. Atëherë Salomoni solli tërë gjëra që Jati kishte shenjtëruar, argjendin, arin dhe gjitha veglat dhe I futi në thesaret e shtëpisë së Perëndis. David had given enough to finish the job. Davidi kishte dhënë mjaftueshëm për të përfunduar punën. Not just some to add towards the amount that was needed. Jo diçka për të shtuar tek shuma që nevojitej, He provided more than enough to finish the por job. shumë më tepër se ç'nevojitej për të përfunduar punën. You may remember the story of the Queen of Sheba that came to visit Solomon. Mund të mbani mend historinë e mbretëreshës së Shibës që Came to visit Solomon. vizitoi Salomonin, She came to look at the temple erdhi të shkonte te tempulli and all the things that she had heard all over the world dhe mbi gjithë gjëra që kishte dëgjuar në gjithë botën about that temple and about the glory of Solomon. për atë tempull dhe madhështinë e Salomonit. And the Bible says that when she put her eyes on it, Dhe Bibla thot që kur hodhi syt atje, that it literally took her breath away. I mori frymën fare. It was a building that was perfect for the God of heaven, Ishte një ndërtesë vërtet perfekte për Zotin e qiellit, for his presence to dwell për in. prezencën e Tij që të qëndronte atje. What an amazing offering. Çfarë oferte It mrekullueshme. was certainly worth writing down. Ishte sigurisht e rëndësishme për të shkruar. I cannot apologize for preaching these things. S'mund t'ju kërkoj ndjes për predikimin e këtyre gjërave. It's right to give, Është e drejtë për të dhënë and we should give. dhe duhet t'japim. And there are some things that we are commanded to give. Dhe janë disa gjëra që ne komandojmë për të dhënë. This morning, as your pastor, I want you to hear me well. Këtë mëngjes si pastorin tuaj duhet më dëgjoni dhe më dëgjoni mirë. The devil will get in your ear today, and he probably already has. Djalli do të hyjë në veshin tuaj dhe ndoshta ka hyrë And he will tell you dhe do t'ju tregoj that all the pastor wants you to do is give money. se gjithçka që pastori dëshiron që ju të bëni është që t'i jepni para. He's going to put it in his pocket when everyone leaves. Do t'i vendosi në xhepin e tij kur të largoheni. Look at me in my eyes. Më shikoni në sy. The devil is a liar.
Djalli është një gënjeshtar. and always has been and always will be. Gjithmonë ka qenë dhe do të jetë. No money that ever comes in here ever goes in my pocket. Asnjë nga para që hyn këtu nuk hyn në xhepin tim. It goes to the ministry here and for the kingdom Shkon of God. për shërbesën këtu dhe mbretërinë e Perëndisë. And I keep perfect records of all of it. Dhe mbaj shënime në mënyrë perfekte të çdo gjëje. But as your pastor, I want to see you live by faith, trusting God. Por si pastor ju do të shikoj që të jetoni me besim duke I besuar I Zotit. want to see you live a fulfilled and a blessed Christian life. Dua t'ju shikoj të plotësuar në jetën si të krishter. This is not a prosperity gospel, Ky nuk është një ungjill a gospel that's just about money. që është thjesht për paratë. All right? All right. Like false preachers and teachers in the world preach. Si shumë predikues dhe mësues të rem predikojnë në botë. Remember our verses. Duke mbajtur mend vargjet tona. Verse number 10. Vargu numër 10. Bring the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now therewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, and there shall not be enough room to receive it. Sillni të gjitha të dhjetat në depo që të ketë ushqim në shtëpinë time dhe më vini në provë tani me këtë, thot Zoti I ushtrive, po nuk I hapa për ju dritarët e qiellit, et ju derdh një bekim sa të mos ketë mjaftueshëm vend ku ta vini. Come and prove me with this. E jani dhe më vini në provë me këtë. My job as your pastor Puna ime si pastori is juaj to teach you how to live according to the Word of God. është ju mësoj se si të jetojnë dakordsi me fjalën e And Perëndisë. one of the greatest secret joys of the Christian life Dhe një ndër gëzimet të mëdha në jetën e një krishteri is learning how to give. është të mësoni se si të jepni. But not just giving. Por jo vetëm të japim, Giving with a willing heart and a cheerful të heart. japim me një vullnet në zemër dhe një zemër të gëzuar. Because it is more blessed to give than to receive. Për shkak se është më tepër bekim që të japim se sa të marrim. All right, let's take time and let's pray. Le të marrim kohë, le të lutem këtë mëngjes.